lidhem me Ariola Hasanin. Ariola, të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë Aida, brendin e sejtës, si që përmendeve ti, një gjatë rëndë kriminale ka ndodhur në zonën e qafës në Ariola, vetëm pak sekonda, se më duhet që, kam të vështirë në fakt të dëgjoj, kështu që vetëm pak sekonda që të kem edhe me zë, duket se ka një herë atje të frikshme, do të thoja unë për turizmin, se jo se do të bëjnë i qamet madhë, po, për të pushuar. Po, Ariola, edhe një herë të lutem së bashku, me detajet e kësaj ngjarje të rëndë? Si që përmendet edhe ju, Aida, mbrëmjen e sejtës, një ngjarje rëndë kriminale dhe vdekjet e 66 vjeçarit Lugvinta në zonën e qafë 6 në Saran. Recep Ismaili në fakt 66 vjeçari, pronari një restauranti pikërisht në zonën fundori edhe vendi i krimit, gjithashtu ishte edhe kryetari i fshatës Shamëria në Saran dhe të dhënave paraprake që kemi edhe nga policia. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30 në lokalin e karburantit si pikërisht Recep Ismaili, vëllezëri i SHPK dhe që fillimisht mes personave ka pasur konflikt në sende të fundta, dyshohet për motive pro-ushqie, pra Recep Ismaili dhe Lugvin Tabaku, nga burime kemi informacione që kishin konflikte për motive pro-ushqie. Ndërsa ky konflikt më vonë edhe në përdorimin e armëve të zjarrit. Burime nga vendngjarja në fakt bëjnë me dije se Recep Ismaili ka qenë në tavolin me disa persona të tjerë në momentin kur autori i dyshuar Lugvin Tabaku me disa persona të tjerë kanë bërë armën dhe i ka qenë drejtë në fakt i duke shkaktuar më pas edhe vdekjen e 66 vjeçarit. Pas të shtënave, persona që ndodheshin në tavolin, pas të shtënave, personave që ndodheshin në tavolin me 66 vjeçarin Ismaila, dyshohet se janë kundër përgjigjur, duke plagosur edhe një person që ndodhe ekran me Lugvin Tabaku. Ariola, se e kam pak të vështirë të dëgjoj, por ai sa mund të kuptojmë. Ka një pistë hetimesh pse është ekzekutuar? Biznesmeni? Dyshohet se ka qenë për një kohë më të gjatë në konflikt me personin e dyshuar Lugvin Tabaku për motive pro-ushqie. Duke qenë se edhe 66 vjeçari Ismaila ishte një person mjaft i njohur, gjithashtu kishte në pronësi të tij edhe një karburant në qytetin e Sarandës, gjithashtu ishte edhe kryetar i fshatës Shamëria. Sa persona janë shoqëruar për të dhe janë dihet identiteti personave që ose që janë shpallur në kërkim, kush dyshohet se është pas kësaj ngjarje? Ende janë të pa-identifikuar, ndërsa flitet edhe për një person i cili ka mbetur gjatë momentit të ngjarjes ka mbetur i në policia në fakt firmoi se autori i dyshuar është identifikuar në vetë. Ndërsa janë ngritur edhe pika kontrolli të intensive në zonë për e tij dhe të personave që ishin me të gjatë konfliktit të ditës të djeshme. Janë sekuestruar kamerat e sigurisë të vendngjarjes, me qëllim për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe për identifikimin e personave të tjerë të cilët ndodheshin në vendngjarje. Gjithashtu ushtrohen edhe kontrolle në spitalet rajonale për gjatë gjithë jugut, gjithashtu edhe në klinikat private, për lokalizimin e personit që dyshohet se ka ngelur i plagosur, ndërsa hetimet po vijojnë edhe nga prokuroria. Faleminderit Ariola, të përshëndes. Faleminderit.